Sot në Bruksel nuk negocion Shqipëria me Bashkimin Evropian, por diskuton Komisioni Evropian me shtetet anëtare. Shqipëria negocion me Komisionin, nuk negocion me shtetet. Komisioni përfaqëson shtetet në negociatat me Shqipërinë. Dhe pastaj, fazë pas faze, kur Komisioni i konsideron të kryera detyrat e një faze, shkon tek shtetet për të paraqitur raportin e vetë. Nuk e dija kuptohen. Që do të thotë që Komisioni Evropian i konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për të ashtu quajturat piketa të ndërmjetme. Dhe tani është Komisioni që po diskuton me shtetet anëtare. Dhe të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Por ky proces ka një nevojë të veçantë për ju, njerëzit që jeni mes këtij procesi dhe opinionit publik, për ta kuptuar si funksionon dhe për ta transmetuar tek opinioni publik, sepse është një proces që kërkon vërtet studim për mënyrën si funksionon. Tani, garancit është njësoj si të thuash kur shkon në një luftë, çfarë garancish ke që do ta fitosh luftën. Lufta fitohet duke luftuar, një ndeshje fitohet duke u stërvitur dhe duke bërë gjitha detyrat gjatë 90 minutave, një përpjekje çfarëdo fitohet duke u përpjekur. Nuk ka një garanci të shkruar që unë doja dal që në 5 vjet të marr diplomën e universitetit pavarësisht se sa unë do përpiqem për ta marrë. Jo, ti e ke aty mundësinë, por duhet përpiqesh. Dhe ne e kemi të shkruar. Nuk është diçka e imagjinuar, por është e shkruar. Dhe nuk është e shkruar nga ne, por është e shkruar nga Komisioni Evropian. Dhe e diskutuar bashkarisht një kalendar shumë ambicios për të mbyllur negociatat. Dhe përsëris, për ne është e rëndësishme në radh parë çfarë thot Komisioni Evropian. Sepse Komisioni Evropian shikon procesin në mënyrë teknike dhe objektive, nuk e shikon në mënyrë politike dhe subjektive. Ndërkohë që subjektiviteti i shteteve anëtare është i pa diskutueshëm dhe i pa vëndshëm në pikpyetje, sepse është në drejtën e çdo shteti anëtar që të ketë subjektivitetin e vet dhe të kërkojë të bëj pyetje. Kështu që ne e kemi me Komisionin. Kur Komisioni thotë Shqipëria i ka plotësuar, për ne detyra është kryer dhe presim të kalojmë në fazën tjetër.